Është fortuna për të larguar qytetarët nga ajo zonë, ndërkohë që përpara parlamentit janë duke qëndruar efektivët e policisë, të cilët kanë bërë një kordon tundër, sa efektiv të tjerë janë duke qëndruar në një tjetër pjesë, në pjesën që lidh zonën e qasjeve me parlamentin, ndërsa zona rruga, si thotë rruga W Bosh është e bosatisur nga qytetarët, nuk ka protestues në shtëpitë ku po protestohej deri në këtë momente, përsedur një sasi lartë e gazit lotësirës nga policia, që ka bërë që qytetarët të largohen, dhe më pas kanë qenë autoboset e ujit që janë vendosur në funksion nga policia e shtetit për të larguar qytetarët. Kemi ndërkohë sërish një konfrontim të Luciano Boçit me efektiv të policisë, kërkojnë ndjes sërish Ronaldo. Aty është kolegu Osman Stafa, i cili do të na sjellë debatin mes zotit Boçi dhe efektivëve të policisë. Nxirre dokumentin dhe do e respektoj. Nxirre hartën e perimetrit. Nxirre më hartën e perimetrit. Po ikim, kem telefon. Edhe po ikim. Dakor? Për ndryshe, unë jam këtu, jam qytetar e do rri këtu. Kam ardhur në Tiranë. Edhe po rri në rrugë. As po fendoj. As rrugë makine, as i gjë është rrugë këmbësorësh. Dakor? Jemi në rregull. Qose ke plan perimetrën nxirre dhe unë largohem. Dakor? Për ndryshe, rri. Kemi ndërkohë në krahun tjetër deputetin Klevis Balliu, i cili dhe Gjens Strazimiri. Ndërkohë ka dhe një debat mes tyre në tonët larta. Kanë kaluar autobotet. Shohim një grup të deputetëve të Partisë Demokratike, zotin Tomor Alizoti, gjithashtu zotin Sami Korreshi, Klevis Balliu, të cilët po konfrontohen me efektiv të policisë. Ndërkohë jemi jashtë Partisë Demokratike. Ky konflikt po ndodh jashtë Partisë